Mjeku jep urdhër, mos e konsumoni kurrë banane në këto orar, shkakton këto 3 probleme. Nga të gjitha vaktet që konsumoni në ditë, mëngjesi është më i rëndësishmi. Nga të gjitha vaktet është e rëndësishme të tregoni kujdes me atë që shtoni vazhdimisht në dietën tuaj të rregullt ushqimore. Këshillat e ekspertëve thonë se në mëngjes duhet të hamë sikur të ishim mbretër dhe mbretëresha, në sensin e arritjes së marrjes së vlerave të duhura të ushqyesve dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. E megjithatë, këto këshilla shpesh bie në vesh të shurdhër, falë stilit kaotik të vetjetës dhe jo vetë. Në shumicën e rasteve njerëzit nuk kanë kohë të mjaftueshme të ulen në tavolinë dhe të konsumojnë ushqime të duhura për mbajtjen e shëndetit të tyre të fortë dhe gjithashtu edhe më të mbrojtur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ky frut, siç është edhe banania, mund të jetë një zgjedhje e shpejtë, por ky frut padyshim që është mirëbërës për organizmin dhe i vjen në ndihmë zemrës dhe trurit, por nga ana tjetër bananet mirëmbajnë edhe tensionin e gjakut, luftojnë problemet e depresionit, konstipacionit dhe urthit dhe të ulçrave. Ky frut përmban gjithashtu nivelet të hekurit ndaj stimulon edhe nivelet e hemoglobinës. Por kur është më mirë të konsumoni banane për të mos ndikuar ajo negativisht në organizmin tuaj? Në një kohë kur vlerat e bananes janë të pakundërshtueshme, ekspertët janë të ndarë mbi ngrënien e bananes me stomakun bosh ose plot. Disa ekspertë thonë se bananet janë plotë e përplot me kalium, me fibër, magnez, që pajisin organizmin tuaj me shumë element pozitiv, të cilët do të rrisin edhe nivelet e energjisë. Ata thonë se bananet duhet të hahen çdo ditë edhe për vakt që mund të përmbajnë nivele të mira të vitaminës B6. Sipas tyre, bananet nuk duhet të hahen kurrë në mëngjes me stomakun bosh, për këto arsye sipas Healthline. Do të rritet niveli i sheqernave në trup, por kjo e fundit është afat shkurtër dhe mund të jetë gjithashtu trupi më i plogësht pasi e konsumoni banane me stomakun bosh. Bananet ju ngopin shpejt dhe mund t'ju bëjnë të ndjeni të përgjumur edhe më të lodhur. Për shkak të aciditetit, ju mund të keni edhe probleme me zorët nëse bananet i konsumoni me stomakun bosh. Ekspertët britanik shprehen se mirësia e bananes duhet të shfrytëzohet pasi keni ngrënë në mëngjes. Vetëm kështu do të merrni përfitimet e saj kryesore pozitive në dobi të organizmit. Për më tepër, përmbajtja e lartë e magnezit mund të prishë ekuilibrat mes kalciumit dhe magnezit në gjak duke shkaktuar edhe efekte të kundërta të sistemit tuaj kardiovaskular, duke ndikuar negativisht edhe në këtë proces të organizmit. Shumë profesionistë të tjerë janë të mendimit se frutat në përgjithësi nuk duhet të konsumohen asesi me stomakun bosh, pasi mund të nxisin edhe probleme negative të shëndetit tuaj. Më e thjeshtë është t'i kombinoni ato me ushqime të lehta ose t'i konsumoni përpara se të keni edhe sasinë e lartë të ushqyesve të tepërt. Ekspertët këshillojnë që bananen të mos e konsumoni me stomakun bosh, sidomos nëse bëni vakt të përditshëm në dietën tuaj. Është më mirë që ta konsumoni pas mëngjesit, në mënyrë që vlerat e saj të jenë më të plota dhe organizmi të mos rëndohet. Bananet mund të hahen në mëngjes vetëm nëse i konsumoni bashkë me ushqime të tjera. Nëse i konsumoni esëll vetëm ato, përfitimet nuk janë edhe aq të mira, pasi mund të rëndojnë sistemin tretës dhe të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja të stomakut. Në këto raste, ekspertët Healthline tregojnë se bananen nuk duhet ta konsumoni me stomakun bosh për të evituar kështu ndikimet negative që ajo mund të ketë në organizmin tuaj. Banania është një nga frutat më të shëndetshëm dhe më të përballueshëm në treg, por kur i konsumoni ato në mënyrë të tepërt mund të japin efekte anësore për shëndetin tuaj. Në këtë video do të listojmë disa nga efektet negative të ngrënies së gabuar të bananeve. Bananet janë fruta të shijshme dhe të ushqyeshme. Dikush mund ta shijojë këtë si një mezet lehtë ose edhe si një shtesë për mëngjes. Por prisni megjithatë mënyrën e dur të konsumit të saj për të evituar gabimet.
Kur konsumohet me tepritje, ky frut mund t'ju bëjë edhe të krijojë disa komplikacione. Konsumi i tepërt i bananeve mund të bëjë trupin që të vuajë nga mungesa e lëndëve ushqyese. Gjithashtu, bananet e pjekura të konsumuara në mënyrë të tepërt, siç janë bananet jeshile, mund të rrisin problemet e kapsllëkut, për shkak të përmbajtjes së lartë të nisë shtesë që ato mund të kenë. Gjithashtu, ekspertët tregojnë se bananet jeshile mund të nxisin edhe problemet me tretjen, mund të çojnë në probleme të tilla për shkak të komplikacioneve që ato mund të krijojnë. Është e rëndësishme të mos teprohet konsumi i bananes dhe nëse doni të merrni vlerat, t'i konsumoni ashtu si duhet. Bananet e tepërta mund të shkaktojnë edhe përgjumje. Bananet janë të mbushura me triptofan dhe ndihmojnë trupin të flerë më mirë. Nëse vuani nga pagjumësia, më e këshillueshme është që t'i konsumoni ato në mbrëmje në mënyrë që të ndiheni më të përgjumur dhe të mos keni vështirësi për të fjetur. Bananet gjithashtu janë të mira për organizmin, vetëm nëse konsumohen si duhet, të gjitha këto element do t'i marrë trupi në mënyrë të plotë dhe të shëndetshme. Të pasura me vitamina dhe minerale, bananet janë një nga frutat më të shëndetshëm që mund të konsumoni në dietën tuaj. Konsumi i tyre brenda normës lejuar do të jetë çelësi kryesor drejt një organizmi të fortë dhe një mburoje të mirë të shëndetit. Bananet janë një nga frutat më të preferuar për shumicën e personave, dhe kjo duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ajo do të bartë për organizmin në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sipas Healthline, nëse i konsumoni bananet brenda normës lejuar dhe nuk e teproni me konsumin e tyre, ndikimi i tyre për organizmin do të jetë i plotë dhe gjithashtu edhe më i shëndetshëm. Ndaj edhe ekspertët kanë renditur disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga ky frut. Ky frut është i pasur me element të mirë të probiotikëve, të cilat do të stimulojnë sistemin tuaj tretës dhe mund t'i japin rezultate fantastike për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Bananet janë një frut fantastik që mund të luajë një rol pozitiv edhe në eliminimin e stresit. Konsumi i një banane çdo ditë në mënyrë të rregullt mund të luajë një rol pozitiv në eliminimin e niveleve të larta të stresit, të cilat mund të ndikojnë në shumë aktivitetet tuaja të përditshme. Bananet janë një mundësi e shkëlqyer edhe për persona të cilët do vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Shumë njerëz kanë tension të lartë të gjakut. Përfshirja e bananeve në dietën tuaj të rregullt mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të mbajtur larg edhe kriprat e tepërta, të cilat do të ndikojnë në krijimin e problemeve të tensionit. Bananet janë të mira gjithashtu për sindromin premenstrual. Këto fruta janë të pasura me vitaminën B6 dhe ndihmojnë në kontrollin e mirë të glukozës. Këto nivele janë më të rregullta, atëherë do të keni më pak probleme që do t'i shkaktoni shëndetit tuaj. Bananet janë një frut fantastik edhe kundër problemeve të depresionit. Bananet do të ndihmojnë në ndjeshëm në kalimin e niveleve të larta të depresionit, falë niveleve të tyre të tripofanit që i përmbajnë me shumicë, duke kthyer atë në një prej frutave më të mirë kundër luhatjeve depresive. Bananet do ju ndihmojnë që t'jeni më të ngopur edhe në rastet kur doni të përmirësoni nivelet e peshës suaj. Kontribimi i një banane mund të ulë gjithashtu edhe nivelet e konsumit të ushqimeve jo të mira, duke u mbajtur të ngopur për më gjatë dhe duke ndihmuar organizmin të qëndrojë më i shëndetshëm kundër kilogramëve të tepërt. Ekspertët këshillojnë të konsumoni 1 deri në 2 banane çdo ditë pasi të keni ngrënë diçka më parë. Kështu përfitimet e saj në organizëm nuk do të komprometojnë trupin dhe shëndetin tuaj, dhe vlerat që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e tij dhe lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Ndaj konsumoni ato me kujdes dhe brenda normës lejuar, dhe ndikimet që do të merrni për trupin dhe për shëndetin tuaj do të ofrojnë të gjitha lëndët ushqyese që ajo përmban. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative
për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.